Edi Rama deklaron nga Kuçi se në 11 maj Partia Socialiste fiton 78 mandate, por projekcioni në rang kombëtar mund të arrijë në 88 deputet. Berisha përshëndet vendimin e administratës amerikane për lejimin e udhëtimit në SBA, Dash denoncoi vendimet politike të administratës Biden. 4 persona ndalohen në Shkodër në ndyshimet për krime zgjedhore. Altin Dumani drejton operacionin e SPAK, takime me task force-ën edhe në Lezhë. Avioni i parë ulet në pistën e aeroportit të ri të Vlorës, investimi pritet të japë një hovë të ri zhvillimit të turizmit në jug të vendit. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Edi Rama ishte sot në fshatin Kuç të Vlorës, ku bëri parashikimin e radhës për zgjedhjet e 11 majit. Ai tha se Partia Socialiste do të marrë 78 mandate të sigurta, ndërsa projekcioni në rang kombëtar arrin deri në 88 mandate. Rama ironizoi edhe rivalin politik Sali Berisha, duke pikturuar një buf të cilit i vuri kryqin. Memorandumi i Kuçit e quajti kryesocialisti Edi Rama parashikimi për rezultatin e ardhshëm zgjedhor të 11 majit, ku sipas tij Partia Socialiste fiton 78 mandate të mundshme. Kuç. Numri 5. Pas nënshkrimit të memorandumit, Rama kishte një dhuratë për mikpritësin. Ramsiel. Certificato. Pasaporto europian. Shikojmë. Okej. Ja urdhë këtu. Kjo është një Landit po e dhonë tash. Landit. Jo, s'ka Landit. Në Kuç, kryesi Elis Roz u prit tradicionalisht me këngë labe dhe raki. Patjetër. Landi do ta bëjmë këtu një fest vogël. Kur mbaroj sheshi? Po. Kur mbaroj sheshi do bëjmë një tavolinë të bukur, po jo drek, dark, se dreka. Kur mbaroj sheshi do vi këtu do bëjmë tavolinë të bukur, do organizoj shtim evangelin, do vim këtu. Parashikimi në zonën e Kuçit, kryetari i Partisë Socialiste ka kthyer në traditë sa herë zhvillohen zgjedhjet. 4 persona u ndaluan në Shkodër në ndyshimet për krime zgjedhore. Aksioni është zhvilluar në drejtimin e kreut të SPAK Altin Dumani, i cili takoi edhe grupet e task force-s që operojnë në Shkodër dhe në Lezhë. Kur në ndajnë 3 ditë nga zgjedhjet parlamentare me urdhër të SPAK, ndalohen 4 persona në Shkodër. Operacioni i parë i këtij lloji që në fokus ka parandalimin e krimeve zgjedhore. Byroja Kombëtare e Hetimit ushtroi kontrolle në disa zona të qytetit verior, konkretisht në Malësi të Madhe, Barbullush, Bushat, Mje dhe Vau i Dejës. Ndërkohë, kryeprokurori SPAK Altin Dumani zbarkoi në terren në këtë zonë. Situata e tensionuar politike e ditëve të fundit dhe denoncimet e disa kandidatëve për shitblerje votash dhe trysni ndaj votuesve kanë vënë në lëvizje prokurorin speciale. Drejtuesi SPAK Altin Dumani zhvilloi edhe në Lezhë një takim me task force-ën për krimet zgjedhore. Ndërkohë, kontrolli janë bërë më herët edhe në Elbasan. Sot SPAK publikoi një bilans të përditësuar të dhënave për krimet elektorale. Numri i kallëzimeve është rritur nga 3 ditë më parë, e në total kjo prokurori ka administruar 123 materiale, nga të cilat për 35 janë çelur procedime penale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shfaq entuziast përpara gazetarëve pas sqarimit të Departamentit të Shtetit lidhur me ndalimin e udhëtimit në Amerikë. Lideri i opozitës tha se tashmë askush nuk e pengon të vizitojë Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se non grata mbetet në fuqi. Lajm rajonal i Shqipërisë po dhe në botë është lajmi në të cilën Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i drejtuar nga sekretari i Shtetit Marco Rubio, shpreh qëndrimin e tij në përgjigje ndaj një gazetari të njohur se
ai nuk përkrah dhe nuk mbështet vendimet politike, politizuese, apo qëndrimet politizuese të administratës Biden, në rastin konkret për Sali Berishën. Pra, në këtë mënyrë, Departamenti Amerikan i Shtetit i jep përgjigjen më të fuqishme atyre përpjekjeve që u bën për një Shqipëri pa opozitë. Kryetari socialist Edi Rama reagoi për lajmin se Departamenti Amerikan i Shtetit lejon Sali Berishën të udhëtojë në SBA. Në rrjetet sociale Rama shkruan: "Trushpëlarje aq shëmbullore që u ka bërë në tër këto vite të shkretëve, saqë edhe kur bufi rrjedhur për qartet rrugëve, Këneta she ëndra mëdhështore me rrugëqumshti dhe mëndafshi, ku oqeani bëhet kosë dhe kapelja trampiste e bufit shumë fishohet në milionat e nxjerrë floriri me mbishkrimin USA." Lideri socialist shton se kjo është një tjetër tallje. Thash se ja hoqën vërtet damkën të shpëtonte Shqipëria nga një turpi pa shembull, po aha hiç. Qen ka një tjetër nga ato talljet e bufit me lukuninë e Kënetës, ku mbetet gjithnjë pa lëkundur besimi se po e tha bufi, fluturon edhe gomari, përfundon Rama në reagimin e tij. Bashkimi Evropian ka vendosur të hap të tjerë grup kapituj për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama e konsideroi këtë një moment historik, ndërsa përsëriti objektivin për anëtarësimin në Union brenda vitit 2030. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian do të mbajnë në datën 22 maj në Bruksel konferencën e 5 ndërqeveritare për të hapur edhe 8 grup kapituj të tjerë në vijim të negociatave për anëtarësim. Kapituj që do të hapen përfshin fusha themelore si politikën ekonomike, punësimin, tatimet, arsimin dhe kulturën, bashkimin doganor apo edhe median e transformimin digital. Në rubrikën Sy më sy, Kryeministri Edi Rama përshëndeti lajmin dhe shprehu ambicien që kapitujt e tjerë të mbetur të hapen brenda vitit. Mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për të hapur. Pra, kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për të hapur. Deri tani janë hapur negociatat për 27 fusha, ndërsa përfundimi me sukses i këtij grup kapitulli të ri pritet të sjellë politika tatimore më të drejta, mbrojtje për punëtorët dhe rritje për bizneset shqiptare. Fushata elektorale për parlamentaret e së dielës ka sjellë shumë risi. Kandidatët janë fokusuar shumë edhe tek rrjetet sociale për të komunikuar me qytetarët. Kandidati socialist Etjen Xhafaj ka zgjedhur që të përcjellë mesazhet dhe të kërkojë votën duke kënduar. Në listë të hapur dhe në qarkun më të madh në vend, kandidati socialist Etjen Xhafa zgjedh të prezentohet ndryshe në këtë fushatë elektorale për parlamentarët e 11 majit. Vorrei spiegarmi adesso, dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro. Në një intervistë për Vision Plus, Xhafa shpreh se fushata është zhvilluar tepër civile, por me vështirësi në raportin politikan-qytetar. Ne jemi duke punuar shumë fort në çdo njësi, pra në 27 njësitë administrative të Tiranës dhe në 4 bashkitë të tjera të qarkut, që të arrim atë që do ishte rezultati më optimal për Partinë Socialiste, pra 20 mandatet. Sigurisht kjo nuk është e lehtë, sepse edhe numri i votave dhe infrastruktura në territor është një sfidë në vete, po mendoj që është e arritshme. Xhafa tha se kohët e fundit niveli i debatit politik ka pasur ulje, ndërsa kërkojnë mbështetje nga qytetarët. Në nivel të adresimit, qoftë teknik, qoftë ekonomik, qoftë edhe logjik të problematikave të qytetarëve, ka nevojë gjithmonë më tepër për zëra që ta largojnë debatin publik dhe politik nga treguarit me gisht, nga balta dhe nga çarat, dhe ta kthejnë tek gjërat të cilat jo vetëm mund të interesojnë vërtet qytetarëve, po të cilat mund të bëjnë një diferencë reale në jetët e të gjithëve ne. Partia Socialiste ka nxjerrë në gardë hapur disa prej figurave kryesore të Selisë Roz, duke pretenduar një mandat të 4 të qeverisës. Ilir Ali Mehmeti është një nga kandidatët që garon në listën e hapur të Partisë Demokratike. Mjeku i njohur ka bërë një fushatë mjaft aktive dhe beson fort se qytetarët do t'i japin mandatin për të qenë në parlamentin e ardhshëm.
Kanë mbetur edhe 3 ditë para se qytetarët votojnë për parlamentin e ri, forcën politike që do të drejtojë vendin në 4 vite të ardhshme dhe kandidati i Partisë Demokratike, Ilir Ali Mehmeti, ka zgjedhur takimet me qytetarët në rrugët e Tiranës për të shpjeguar programin e për t'i bindur ata se PD-ja do të përmirësojë jetën e tyre. Mjeku Ilir Ali Mehmeti beson se pjesa më e rëndësishme e programit të Partisë Demokratike është ajo pjesë që ka lidhje me familjen, pasi për çdo shqiptar, familja është më e rëndësishmja. Neve jemi për të mbështetur familjen që të ketë dinjitet personit të jetojnë në Shqipëri dhe të ketë mundësi të mbështesim kombin që të ketë dinjitet Shqipëria në vendet e rajon mos jemi gjithmonë mbi saj. Si vjen kjo? Ne kemi një korrupsion të lartë financiar dhe moral në Shqipëri dhe kësaj neve duhet i vijem përballë. Partia Demokratike i vihet përballë sa. Ilir Ali Mehmeti shpjegon se masa si vendosja minimumit jetik, rritja e pagës minimale asaj mesatare, rimbursimi i barnave janë mekanizma që ndihmojnë çdo shqiptar të jetojë me dinjitet. Një problem madhor për sa i përket rimbursimit mjekimeve dhe kjo është në nivele shumë të ulta, nuk e ka të mundur një person që përgjithsisht e moshë më e madhe t'i blejë gjitha ilaçet me atë pak pension që ka. Kështu që ne do garantojmë një minimum jetik, do garantojmë rritje pensione, po do garantojmë edhe ilaçet të jenë sa më të mira. E bëjmë këtë shumë lehtë duke bërë të mundur rikthimin e ligjit që kemi pasur më parë. Pak ditë para se qytetarët japin verdiktin e tyre, Ilir Ali Mehmeti thekson se Shqipëria nuk ka nevojë për shpëtimtar. Kujtoj një diçka, Shqipëria nuk është se ka nevojë për shpëtimtar. Shqipëria ka nevojë për njerëz drejt. Pra njerëz jo që premtojnë mrekullira, po që premtojnë gjëra të realizueshme. Vetë Ilir Ali Mehmeti garon për herë të parë për të qenë pjesë e parlamentit dhe është në listën e hapur të PD-s. Unë jam listë hapur dhe e kërkoj votën patjetër dhe personalisht, përveç për Partinë Demokratike patjetër numër 1, por edhe në emrin tim, Ilir Ali Mehmeti, që të kemi të mundur, të bëjmë të mundur, të shojmë neve në parlament sa më shumë që tjetë e mundur njerëz drejt dhe njerëz që na ngrejnë zërin tonë, sepse nuk është se s'ka Shqipëria njerëz drejt, ka sa duash. Problemi është që u ka munguar zëri. Sipas sistemit zgjedhor, në fillim deputet bëhen 12 kandidatët në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. E më pas, çdo mandat që fiton opozita i shkon kandidatit që ka marrë më shumë vota nga qytetarët. Aeroporti i Vlorës priti sot avionin e parë për fluturimin e provës. Aeroporti që do t'i shërbej shumë turizmi do të hapet brenda këtij viti. Në ceremoninë e rastit, kryeministri Edi Rama dha edhe lajmin se nga Kuksi do të nisë fluturimet kompania shqiptare Air Kosova. Sekondërisht e premtuar, këtë të njëjtë u realizua fluturimi i parë test në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Ulja e avionit ishte dhe një certifikim i pistës e aeroportit, ndërkohë që po vijohet me certifikimin e komponenteve të tjerë. Kreu i qeverisë e konsideroi këtë projekt shumë sfidues. Fton të shohësh pak më larg se si i gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot. Të njëjtin qëndrim dau dhe Bexhet Pacolli, i cili përfaqëson dhe kompaninë që po zbaton punimet e këtij aeroporti. Ky aeroport ka tërheq vëmendjen time dhe pothuajse kom shku të flaj dhe jam zgju me këtë aeroport. E di se kom marrë kritika, ndoshta për shtyrjen e afateve, edhe pse jemi në kuadër afateve kontraktuale, por sidoqoftë ky aeroport do të jetë aeroport shumë funksional. Investimi mbi këtë projekt ka tejkaluar parashikimet fillestare. Flitej për një investim rreth 104 milion euro dhe për një terminal prej 5.000 metra katror. Sot që flasim nga deklaratat e konsorciumit bëhet fjalë për një investim deri tani 140 milion euro dhe terminali është 17.000 metra katror. Ndërkohë lidhur me kritikat për aeroportin e Kuksit, i cili ende nuk ka fluturime, Rama njoftoi kompaninë që do të fluturojë, e cila do të jetë shqiptare. Air Kosova do të jetë kompania tjetër shqiptare. Këta 2 avion do jenë 2 avionët e krenarisë sonë përbashkët.
Aeroporti Vlorës pritet të hapet brenda vitit dhe do të jetë për fluturime transoqeanike. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditën e kësaj të enjteje në Kodër Rrëshen të Mirditës, ku një elektricist ka humbur jetën gjatë punës për furnizimin me energji elektrike në një qendër votimi. Viktima, Emiliano Bunga, 37 vjeç, punonjës i OSHE, ka ndëruar jetë teksa punonte për të siguruar energjinë elektrike në zonën e caktuar. Ndërkohë, 2 kolegë të tij kanë mbetur të lënduar gjithashtu. Ata janë dërguar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Ngjarja ka ndodhur në ish godinën e shkollës së mbyllur në Kodër Rrëshen, që shërben si qendër votimi në zgjedhjet e të dielës. Tre persona të kërkuar nga drejtësia shqiptare janë arrestuar nga autoritetet në Dubai me qëllim ekstradimi në Shqipëri. Ata akuzohen nga SPAK për pjesëmarrje në disa vrasje të bandave të Elbasanit, si dhe për bashkëpunim me Talo Çelën. Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë arrestuar 3 shqiptar të akuzuar si të përfshirë në krime të rënda si antar të bandës famkeqe të shumë kërkuarit Talo Çela. Prangosja e tyre është realizuar me qëllim ekstradimi në vendin tonë në mënyrë që të përballen me akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Ervis Daka, i lënë arrest me burg, akuzohet se ka informuar personat që kanë tentuar të vrasin 28 vjeçarin Kei Piku, si dhe e ka siguruar kushtet për vrasin e Arjan Spahiut. 38 vjeçari gjithashtu dyshohet se e ka strehuar dhe e ka ndihmuar që të fshihet Talo Çelën. Në pranga është vënë edhe Maksim Koçi, i cili akuzohet se ka marrë pjesë në vrasjet e Levis Kaplanit dhe një tjetër personi. Gjithashtu, sipas SPAK, ai besohet se ka siguruar kushtet për vrasjen edhe të 2 personave të tjerë. Personi i tretë që pritet të ekstradohet në Shqipëri është Ado Xhika, i cili gjithashtu ka ndihmuar në fshehjen e Talo Çelës. Pak ditë më parë, nga Dubai u ekstradua Florence Çapja, një tjetër emër i njohur i botosikrimit, i cili prej shumë vitesh ishte në kërkim i akuzuar për vrasje dhe krime të tjera të rënda. Muaji prill shënoi një rritje të lehtë të çmimeve në tërësi. Instat njoftoi se inflacioni arriti në 2.3% nga 2.1 që ishte në mars. Çmimet janë rritur edhe krahasuar me një vit më parë. Zërzavatet udhëheqin rritjen më të madhe të çmimeve gjatë muajit prill me 7.7%. Por shqiptarët kanë paguar më shtrenjtë edhe për vezët, pasi ato janë tregtuar me afro 5 deri në 10 lekë më shumë për kokër. Më pas vjen grupi ushqimeve dhe pijeve alkolike, si dhe kafeja me një rritje prej 5%. Prej kohësh, ekspertët kanë ngritur shqetësimin e mungesës së prodhimit vendas, duke bërë që tregu të mbulohet me import. Për rrjedhoj, çmimet e importit s'ka kusht i konkuroj, e thënë ndryshe, gjatë muajit prill të ardhurat e shqiptarëve janë zhvlerësuar me 2.3%. Megjithse numri fëmijëve që lindin me talasemi ka ardhur në rënje, mjekët apelojnë që çiftet e reja të mos neglizhojnë analizat gjenetike. Në ditën botërore të talasemis, blusat e bardha e kanë vënë theksin tek ndërgjegjësimi për të parandaluar sëmundjen. Klodiana Gjini, një nënë e re, rrëfen dhimbjen që përjeton çdo ditë për vajzën e saj 9 vjeçare e cila vuan nga talasemia. Ajo dhe bashkëshorti i saj janë bartës të këtij geni, por siç tregon vetë, gjatë kontrolleve rutin, mjekët e neglizhuan duke bërë që fëmia të vuajë sot pasojat. Gjatë shtatzanis dhe gjatë lindjes jo nuk e dija, por që analizat i kisha bërë, pavarësisht se ishe 1% e vogël, ndoshta doktori e neglizhoi. Ishim bartës, po. Të dy, burrë e grua? Po, të dy. Peshë gënjyrë, ndihem, është diçka që mund të ndalohej në kohë dhe nuk ndodhi. Ndodhi ajo që ndodhi dhe pasojat i vuan fëmia më shumë se sa prindi. Nënat e reja të sigurohen mirë para se të ndërmarrin që të sjellin në jetë një fëmijë, të bëjnë analizat, të sigurohen mirë ku t'i shikojnë analizat, që të informohen se çfarë duhet të bëjnë. Ndërkohë mjekët pohojnë se ndërgjegjësimi ka ardhur duke u rritur dhe se numri fëmijëve që lindin me talasemi në vend është reduktuar ndjeshëm, fal analizave gjenetike dhe këshillimit të çiftit para shtatzanisë. Sot në vendin ton, ashtu sikurse edhe në botë, fal politikave të shtetit shqiptar, të gjithë strukturave shëndetësore, ne kemi arritur të minimizojmë të regjistruarit e rinj me këtë sëmundje. Pra, parandalimi ka funksionuar, çiftet e reja janë të informuar dhe depistohen për situatën gjenetike që ata kanë dhe gjatë 2 viteve të fundit ne pothuajse jemi drejt zeros së lindjeve të fëmijëve me talasemi.
Sot më 8 maj shënohet dita botërore e talasemisë që i kushtohet rritjes së ndërgjegjësimit mbi këtë sëmundje të trashëgueshme të gjakut që prek miliona njerëz në mbar botën. Shqipëria është bërë pjesë e rrugtimit të rëndësishëm të edicionit të 108 të Gjiros së Italisë. Në datat 9, 10 dhe 11 do të zhvillohen në vendin ton 3 etapat e para të këtij turneu prestigjioz. Gjiro i Italisë është një mundësi unike në promovimin e Shqipërisë për shkak të shikueshmërisë së madhe që ka ky kompeticion në të gjithë botën. Edicioni 108 i Gjiros së Italisë, një nga turnet më të rëndësishëm të ciklizmit botëror, do të nisë nga vendi ynë. Shqipëria do të mirëpresë në datat 9, 10 dhe 11 maj, 3 etapat e para, të cilat do t'i japin një vëmendje të madhe ndërkombëtare. 108 ciklistë që përfaqësojnë 23 ekipe nga gjithë bota janë ngurmulluar në Shqipëri në pritje të garës së parë mes ditën e së premtes, e cila do të ketë itinerarin Durrës Tiranë. Stafet e ekipeve, organizatorët dhe mediat janë të gjitha të fokusuara në pallatin e kongreseve në kryeqytet, në agjendën përgatitore të nisjes së këtij edicioni të Gjiros së Italisë. Mjaftojnë pak minuta aty dhe kupton për masat gjigante të këtij organizimi, unik edhe për marketingun e jashtëzakonshëm sportiv dhe turistik të Shqipërisë. Tre xhirot e para Durrës Tiranë, kronometri në kryeqytet dhe pastaj etapa e tretë panoramike e Rivierës Son të Jugut janë mundësi unike për të shpërfaqur para publikut të shumë botëror edhe potencialet tona si vend. Sa i takon aspektit sportiv, vlen theksohet se kjo është hera e 15 që Gjiro i Italisë përfshin edhe vendet të tjera. Etapa e parë nis në 13:10 në Durrës të premten, është e gjatë 160 km dhe përfundon në Tiranë pas orës 17 me kalim nga Rogozhina dhe Elbasani. Më pas të shtunën në datë 10 maj, etapa e dytë, kronometër me gjatësi 13.7 km, e cila zhvillohet në Tiranë, ndërsa e treta, të dielën më 11 maj, zhvillohet në Vlorë, një rrugtim i bukur që nis nga qyteti, vijon me rrugën e Bregut të Lumit për të shkuar në Qeparo dhe pastaj për të kthyer drejt qafës së Llogaras, me finish sërish në Vlorë. Turneu më tej spostohet në Itali, ku do zhvillohen 18 etapat e tjera dhe fituesi do të kurorzohet në Rom në datën 1 qershor. Tërheqja nga turneu e slovenit Tadej Pogačar, që fitoi Gjiron e Italisë në vitin 2024, ka kthyer në favorit bashkëdhetarin e tij, Primož Roglič, i cili triumfoi në 2023. Mungon ndërkohë edhe danezi Vingegaard, i cili kërkon të fitojë turin e Francës për herë të tretë radhazi, por befasia e këtij edicioni në Gjiron e Italisë mund të jetë spanjolli Juan Ayuso. Rrugët kryesore në Tiranë, Durrës dhe Vlorë do të jenë të bllokuara dhe në funksion të Giro d'Italia. Për shkak të garës së njohur ciklistike, nga nesër e deri të dielën, lëvizja në këto zona do të bëhet në akse alternative. Një nga evenimentet më të rëndësishëm të ciklizmit, Giro d'Italia zbarkon në Shqipëri ku për 3 ditë radhazi me 9, 10 dhe 11 maj 184 ciklistë do të përshkruajnë itinerarin e përcaktuar në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Policia e Tiranës ka bërë publike rrugët që do të bllokohen në mënyrë që qytetarët të shmangin lëvizjet me mjetet e tyre në këto akse pasi do të bllokohet qarkullimi. Ndalimi i lëvizjes si dhe parkimit të mjeteve është përcaktuar me fasha orare nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 18:00. Ditën e premte qarkullimi nuk do të lejohet nga fshati Gracen deri në Sauk për të vijuar më pas në bulevardin Jeanne d'Arc, rrugën e Elbasanit dhe akset në afërsi të qendrës deri në zonën e Freskut. Ndërkohë policia ka përcaktuar dhe disa akse të tjera alternative për kalimin e makinave. Bllokim të automjeteve do të ketë në datën 10 maj. Kryesisht rrugët e bllokuara janë në afërsi të qendrës, rrugës Elbasanit e deri te Gzogu i Zi. Të bllokuara do të jenë dhe rrugët lidhëse në këto zona. Eventi Giro d'Italia ndahet në 3 etapa. Ai nis në datën 9 nga Durrësi drejt Tiranës, në datën 10 ciklistët do të garojnë në kryeqytet, ndërsa etapa e tretë të dielën 11 maj zhvillohet në Vlorë. Edhe pse kjo e diel përkon me ditën e zgjedhjeve parlamentare, policia shprehet se përmes rrugëve alternative do të sigurohet që çdo qytetar të mos pengohet drejt qendrave të tyre të votimit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.